Miqtë e kanalit tonë, së parë ju përshëndes, së dyti ju uroj mirësi pafundësisht dhe ndjej një obligim shpirtënor t'ju falenderoj nga thellësia e shpirtit dhe e zemrës për gjithë ato mbështetje që më jepni, për gjithë ato komente, qoftë edhe SMS që mi dërgoni, qoftë edhe fjalë të ëmbla kur takohemi me juve në Tiranë ose diku tjetër nëpër qytete të caktuara nëpër Shqipëri. Me të vërtet ka qenë një dyndje, po e quajmë në mënyrë figurative pyetjesh, se pse nuk merr në pjesë në evente, në Big Brother ose diku tjetër, pse nuk bëhesh pjesë e tyre sepse të rrisin audiencën. E para, unë ju falenderoj nga thellësia e shpirtit dhe ju uroj mirësi pafundësisht. E para herë ju falenderoj edhe për shqetësimin ose për gjitha dashuri që keni për mua. Dhe e dyta, nuk e kam ndërmend që ta përdhos të gjitha sukses që Allahu fuqiplot më ka dhuru, duke u bërë pjesë e disa kompromiseve çnjerëzore që nuk përputhen as me nivelin tim intelektual, as me nivelin tim mental, as me shijen e asaj edukate që kam marrë prej vitesh, falë Zotit, ku për hir të një skenari të caktuar, se gjithçka mund të jetë vetëm se skenario, duhet të emigroj nga vetja ime dhe të largohem shumë larg për të përformuar një X situatë, për të bërë një X debat, për të ofenduar një X person, çka nuk është natyrën time të ofendoj njeri. Dhe kur është në pyetje se është kusht që unë të ofendoj dika për hir të një pune që mund të garantoj, edhe me të vërtet ata që bëhen pjesë e Big Brotherit ose disa eventeve tjera, me të vërtet e sigurojnë një punë të mirë, sigurojnë një sponsorë të mirë ose shumë sponsorë të mirë, domethënë që do i vlejnë. Mirë po mas 30 vitesh kur ato video të mbesin dhe të shohin se çfarë kompromisi kam bërë, të dashurit e mi do ishte shumë e dhimbshme për mua, do ishte larg të imagjinuarit tim, sepse unë përpiqem të paktën ta kultivoj një lloj edukate tek ata që më ndjekin, të përçoj një dashuri pa kushte të çdo njeri që më ndjek, të jem një lloj pasqyrimi i intelektualit dhe artistit, i njeriu që fton të përbashkohen zemrat në të mirën më madhore, në paqen e të bashkëjetuarit me njëri tjetrin. Duke qenë se ajo çka po serviret, domethënë në mediat e sotme, në ato media kriminale, quaj me dhimbjen më të madhe media kriminale, e quaj me turpin më të madh, sepse janë shqiptar dhe janë zhytur jo pak në krim. Edhe e quaj jo normale, si çdo mendje e ndritur. Mirë po, këto mendjet e ndritura që janë prej vërteti janë të penalizuara që të mos marrin pjesë në mediat të fuqishme, ku prapa atyre fshihet droga, prostitucioni, krimi, dhe ata intelektual në thonjza
që shfaqen në ato media, ata bëjnë kompromise të caktuara, që mos ta thojnë atë që u del nga shpirti, po ta thojnë atë që u intereson emisioneve të caktuara të Pislikut. Prandaj, me shumë dashuri, me shumë respekt, me shumë përgjegjësi, se ndjej edhe përgjegjësi kur flas para jush, do ishte më bukur sikur unë bashkë me juve të ulem dhe të bisedoj me familjarët tonë, që mjerisht po i zgudullojnë sytë për ballë atyre televizioneve, të diskutojmë, me që bota e internetit është shumë e madhe, ne jemi të vegjël sot përballë botës së internetit, të diskutojmë se çfarë të përzgjedhim nga gjithë ky vërshim mediash, ku çdo kush i ka kap kamerën dhe del edhe xhiron. Të diskutojmë se çfarë programacioni të përzgjedhim për të ndjekur një film artistik për vërteti, nga ata që kanë vlera, një emision shkencor, një dokumentar të caktuar, një televizion që din të jap lajmet që të hedh në dritë, fakte e jo që të hedh balt mbi njerëz dhe mbi fakte, një televizion që e ka yll polarë përqimin e vlerave, qoftë me anë të një filmi, me anë të një lajmi, me anë të një dokumentari, me anë të një kronike. Pra e ka si yll polar përqimin e vlerave dhe të mirë informimit të shoqërisë, e jo shkatërimin total. Duke e maskuar çdo lloj tentimi, çdo lloj deviacioni që sjellin tek brezi jon i dashur, tek gonxhet e shoqërisë, që po çelin atë zbukur, tek brezi i ri. Pra në vend se ta përqojnë një mesazh përmirësues, një mesazh inkurajues për të vegjëlit tanë, për ata që janë rrit pak më shumë se sa të vegjël, për adoleshentet, për studentët, që t'jetë një nxitje për ta, për të vënë objektiva madhështore në jetën e tyre, dhe nuk është për qëllim këtu objektiv madhështor thjesht do marr pjesë në një event caktuar, në këto evente që mbëhet pyetja më shumë ti. Po objektiv madhështor është që të bësh një intelektual i mirë, mbi gjitha të bësh një njeri formuar intelektual. Dhe mund të bësh një blegtor i mirë, mund të bësh një bujk i mirë, mund të bësh një saldator i mirë, mund të bësh një skulptor i mirë, mund të bësh një piktor i mirë, po mbi gjitha i formuar dhe i edukuar, i ngritur në intelekt. Pra, me këto evente që më pyesni pse nuk merr, po provojmë